Do të flasim tani për lulet që i mbajmë në ambientet e brendshme të shtëpisë dhe një nga arsyet sepse i mbajmë është patjetër se janë dekoruese, janë shumë të bukura, kanë atë ngjyrën jeshile që nuk ju zhduket përgjatë gjithë vitit, por pak e dim që këto lule kanë dhe një tjetër funksion. Na ndihmojnë në pastrimin, në filtrimin e ajrit brenda ambienteve të shtëpisë ku ne i mbajmë. Sa më shumë të kemi, aq më i pastër dhe ndikojnë gjithashtu edhe tek lagështia e ajrit. Me Marsida Bushi nga Oazi Gjelbër do të flasim se cilat janë këto BIM, disa prej tyre, sepse ka dhe të tjera apo jo, dhe për secilën do të tregojmë disa karakteristika që i bën të veçanta dhe që na japin kaq kënaqësi në shtëpi. Mirë se erdhe Marsida. Të falenderoj. Cila është në fakt lulja që ta kërkojnë më shpesh, ose lulja që e mbajnë më shumë zonjat në shtëpi? Lulja e jetës është ajo... E prisja. është ajo që është më e kërkuara. Është këtu, po, bonsai. Bonsai. Sepse ka simbolikën shumë të bukur. Lulja e jetës flet për vazhdimsi në breza, dhe ka kuptim shumë të gjerë mbi familjen, kurora e saj simbolizon rritjen e familjes në breza, ndërsa rënja simbolizon prejardhjen nga ne jemi, pra ka goxha një... Du të ketë rënjë të forta, po ajo është një... Si lule, si bim. Pra është një pemë e krijuar nga dora e njeriut dhe erdhi si një krijim që pastaj ja trashëgonin familjarëve të tyre të së ardhmes dhe pasi ata ndronin jetë, pema e familjes ishte një përkujtim shumë i bukur i atij që e kishte ndërtuar. Si duhet të përkujdesemi për ta mirëmbajtur atë? Sa shpesh ujitet, pastrimi, rritet apo jo? Është pak specifike si bim, pra është të themi një pemë e mbajtur mbi tavolinë ose mbi tryezë dhe që ta mbajmë në formën që ajo ka, shpesh nevojitet krasitja e vazhdueshme. Jo të gjitha gjethet mund të krasiten apo jo? Çdo kërcel, çdo trunë këtu, ka një prerje që mund të nxjerrë këto sysat e rinj. Pra, le të marrim te kjo dega, nëse do ta presim diku këtu, do t'i heqim 2 centimetra. Në gjethet e saj, aty ku ndodhi kjo prerja, do dalin gryk të reja, filiza të reja, dhe kjo do të bëjë që në vend që kjo degë këtu të shkoj dhe të rritet e shformuar, pra të shformohet ajo pamja e bukur që ka si kuror tani, do të vi dhe do të dëndësohet edhe më shumë. Pra kjo dëndësi na intereson që ajo të ri e bukur, pra nuk mund të presim që një bonsai nga lartësia që ka të rritet dhe të bëhet 2 fishin në lartësi, por të ri e bukur. Nëse vëmre që po lëshon gjetha, do thotë që po dëmtohet nga diçka. Është kryesisht mungesa e dritës së diellit, pra ajo do të ri shumë në dritë të diellit. Në të natyrshmen e vet, mish do të ishte në balkon, të ishte jashtë. Kështu që ta mbajmë brenda, po ta mbajmë shumë pranë dritareve. Ku ka që bie dhe rrihet nga dielli ajo gëzim. E dyta shumë e rëndësishme kur ne po e mbajmë brenda, se do të thotë që edhe i ftoti e prish, po të ftotin e kemi evituar sa kohë po e mbajmë brenda. E dyta e rëndësishme, kur ne e mbajmë brenda, është që të rregullojmë raport ujitjeja atëherë kur e dëshiron. Mendojeni si diçka që në një farë mënyrë me reagimet e veta po na e tregon kur do ujë, dhe nuk mund të jemi me recetë shumë fikse që themi një herë në 3 ditë, një herë në 5 ditë, se ma thanë kur e bleva, nuk duhet ajo, se faktikisht çdo ambient kushtëzon qoftë në thatësinë e ajrit, qoftë në mënyrën për shembull është më i ngrohtë në atë pozicion nga dielli se sa në një pozicion tjetër, pra ka të bëjë me ato lindje perëndim nga po e merr diellin. Kështu që ne shohim që kur po thahet ajo sipërfaqe e dheut, le ta përdorim vëzhgimin dhe pak poshtë sipërfaqes, pra me dorë e kontrollojmë nëse edhe pak më poshtë sipërfaqes, dhe ka 2 faktor, pra uji aq sa i nevojshëm është, aq mund të na kthejë edhe në dëmtues kur ne e teprojmë. Prandaj themi këtë që një farë kujdesi i vazhdueshëm që ti e shikon, pra është sikur po shkon dhe po e pyet a do ujë.
në një farë mënyre nuk është metaforike kjo që sa po thash. Nuk është kot kur themi ne komunikojmë me lulet. Dhe njohim më mirë ato. Është lidhje shpirtërore që bën me lulen. Sa vite ke ti Marsida që flet me lulet, që je mes tyre, që komunikon me to, që eksperimentoj vazhdimisht dhe nuk i kam më me atë frikën që lulen do ta thaj. Sepse edhe kur ne vëmë re tash reagimin që diçka po ndodh, pra po rrezon, atëre marrim masa për të transformuar diçka në atë rutinë që se pas e mi bërë mirë. Për shembull ndrojmë pleun apo ishte po edhe ajo është, për shembull nëse ne kemi frikën se mos e kemi tepruar pak me ujin, pikërisht kjo që sa po tha, ndërrimi i dheut të pastër. Sa i takon dheut apo pleut me cilin i kemi vendosur, a i ndrohet her pas here apo? Po, e mira është që një herë në vit ne ta bëjmë këtë. Ta rimodelojmë atë vazon. Ta ndërrojmë dheun qoftë edhe pa i ndruar mas vazoja, nuk është shumë e rëndësishme. Është si ajo që fermerët apo bujqët bëjnë atë që thonë punimin e tokës. Punimin. Si i lajmë me ujë të bollshëm apo i fshim flet pas flete? Si është mënyra më e mirë që të mos i dëmtojmë që ato të marrin frym lirshëm? E para, e më e rëndësishme është që të mos përdorim kimikate për të pastruar. Ka të disa vajra që sikur mendojnë që shkëlqejnë lulen. Por të gjitha janë, unë mendoj për t'ju ruajtur këtyre produkteve, sepse mund të bëjnë dhe ndikime nga e kundërta, ndonjë djegje të gjete, sepse se ke kuptuar që ke sprucuar shumë edhe. E mira është të sprucojnë vazhdimisht. Sprucimi ndihmon ato, jo thjesht e pastrimi i pluhurit, se pastrimi është gjëja që ne ndoshta mendojmë se po na shes syri, por ndikon edhe në atë që quhet si aerosja. Pra, lagështia e ajrit ndonjëherë mungon, se ndoshta nuk e ka të hapur shumë shpesh sa do dritaren, dhe kështu që lagështia e marrë nga sprucimi me ujin është shumë e nevojshme. Ka ca gjëra të tjera që mund t'i bëni, për shumë me aloe verën, gjetja e aloe verës, mund të përdoret për ta pastruar, për ta fshirë si flet, nëse pra personat të ndryshëm mund të shkojnë edhe të shkojnë në përkujdesje shumë të tepruar dhe me këto format që themi. Më thuaj 3 arsye pse njerëzit përveç balkonit duhet të mbajnë dhe lule brenda ambienteve të shtëpisë, në dhomën e gjumit, në sallon, korridor. Cila është arsyeja? Përveç asaj që joshen duke e parë, që na zbukuron ambientin, duke marrë atë që është dekorative, më të rëndësishmet janë këto si e para njërë është ajër, është oksigjen, është natyrë brenda shtëpisë tonë, kush veç ta mendosh që ke një copës natyrë është efekt. Sidomos me të ajrin e ndotur që ekziston jashtë mureve të shtëpisë. Efekt që drejt për drejt në oksigjenimin e ambientit. Në të formë, po. E dyta unë them është terapi psikologjike dhe emocionale. Sepse nëse kemi parasysh njerëz që janë shumë të apasionuar dhe mbajnë lule bollshëm në shtëpi, komunikimin e parë në mëngjes apo çohen e kanë me lulet. Dhe shkojnë, kur them komunikimin, jo gjithmonë me fjalë, por me prekje, me shikim, me të ndjerë, me të muhatur, prania. Prania që të japin lulet aty dhe ti u jep atyre dhe shiko, thuhet që lulet nuk ju bëhen të gjithëve, pikërisht. Sepse nëse ti e ke aty, por e ke si një objekt në shtëpi, veç kaq, dhe nuk i kushton as këtë që po themi, atë kujdesin apo vëmendjen që ato duan, lulja nuk të jep dot. Pra ka nevojë dhe ajo që ti japësh të vëmendje. Është një komunikim i jeshtur që jo të gjithë e kuptojnë, duhet ta themi, ta theksojmë të pjesë. Ne komunikimi me kafshët e kuptojmë më lehtë. Po. Sepse marrim po na reagon me zërin, me lëvizjen, pra me ledatimin. Kurse lulja çel është e bukur, që komunikon ose vyshket dhe është e zemëruar, kanë inteligjencën e tyre bimore. Ti tregojmë pak me emra konkret se çfarë lulesh sugjerojmë për ambientet e brendshme, se ka dhe të tjera përveç se këtu. E fillojmë me radh. Këtu jemi tek. Ajo është Sanzaveria. Sanzaveria është një nga lulet që njihet. E gjarprit, lulja e gjarprit është? Lulja e gjarprit, disa i thonë dhe lulja
e shpatës, ka format të ndryshme, sepse ajo ka edhe një gjethe më të gjatë në disa varietetet të saj. Dhe po ta shosh ka 3 ngjyra në të, 3-4 ngjyra, nuanca të ndryshme. Ndoshta kjo e nuancave që ajo ka brenda e ka bërë që të marrë atë emrin Lulja e Gjarprit. Dhe shiko, ne i japim emrat në bazë se si i afërsojmë me format. Si i kanë thirrur dikur dhe pastaj si i japim ne nga forma. Tillë është kjo për shkak që një si Lulja e Merimangës, sepse ka mënyrën se si hap gjethet në gjasimin e saj me Merimangën. Dhe pastaj lëshon edhe bebat e vet, krazat e vet, në maj i lëshon si një tentakull të re të hapur edhe njësoj si një Merimangë e vogël. Gjethen e ka shumë të hollë, të delikate, si e mirëmbajmë, si duhet kujdesemi për të? Ndryshe nga lulja tjetër e jetës, për shembull, që ujitjen e ka më të rrallë se sa. Në përgjithësi nuk do shumë lagështi si lule, jo dhe aq rrallë si që folëm, për shembull, nëse folëm për Sanzaverin ose Lulja e Paras, që është do flasim pak më vonë me Lulën e Paras, kemi punë më vonë. Ato e kanë shumë të rrallë, ndërsa kjo e ka pak më të shpesht, dhe mund ta ketë një herë në javë, por siç tham, duhet ta shohim që të rri pak dheu i thatë kur ne marrim. Si dallojmë? Ma tregoni një vazë, domar. Si dallojmë që lulja dheu i vazës i lules përkatëse është i thatë ose nuk është i duhuri ose duhet të kujdesemi më shumë për ta? Kjo ka humus, edhe humusi është shumë i shkrifët dhe është shumë i thatë, ja. Unë po e prek me dorë, duhet ta duam të prekjen e dheut, të gjithë ato që merren me lulet. Kjo është mënyra e vetme që ne të kuptojmë do apo nuk do ujë lulja. Dhe nuk shkojmë me një kalendar dhe të themi që ka ardhur ora të pi ujë, por duhet ta kontrollojmë, duhet ta shohim. E tillë është dhe begonja. Nëse ne do themi për begonjën kanë kërcellin mishtar dhe duke pasur këtë gjë, ato lagështin direkt në kërcell e ndjejnë shumë, edhe fillojnë të japin ato gjurmat e zeza në gjethe. Gjurmat e zeza në gjethe, në çdo lloj lule përgjithsisht tregojnë që kanë teprim uji. Kur kanë atë lloj njollosje. Jo, këtu në këtë rast kjo ka detajin e vet. E ka, si themi. Dhe pyetja që është truar, sa pika mund të numëroni ju këtu, është e pamundur të ndodhi, se imagjino ti të vaza është shumë e madhe. Kjo është vetë e pikëzuar, por e kisha fjalën nëse. Po, nëse gjithja ka disa brinza të tilla, ndonjëra nga këtu nuk e paska. Tregojnë që ka të pritës. Kjo ka një të vrarë, nuk është e njëjta gjë, por kur kanë ato cepat e gjetheve të zeza, ose kanë njollat të zeza që janë bërë në qendër të gjethes, tregojnë që kanë teprim uji. Po. Tani shumica e këtyre lëshojnë ato oksigjenin gjatë natës, ne pastrojnë e filtrojnë ajrin në mënyrë më natyrale të mundshme, pa përdorur purifikues apo pastrues të tillë, ndaj dhe është arsye. Imagjino ti kesh të gjitha këto në një ambient, disa në korridor, në dhomë gjumi apo në sallon, ambientin ku qëndrojmë për kohë më të gjatë, e ndjen që edhe ajri është më i pastër, edhe më i purifikuar. Nuk e kupton në mënyrën se si ne, por që lulet kanë të lloj efekti jo vetëm dekorues dhe plotësues të dekorit të shtëpisë. Është fotosinteza që ato bëjnë, që ato thithin dioksidin e karbonit dhe na japin dhe çlirojnë oksigjen. Kjo është arsyeja se pse i përdorim. Ti vetë kë ke të preferuar, Mërsida? Mua më pëlqen... Apo lulen e Paras? Më pëlqen kjo lulja e Paras, nuk e di. Ajo ka vetëm një simbolik. Por nuk është se është më e bukura. Pse kjo është lulja e Paras? Nuk presim. Pse është quajtur e tillë? Sepse ajo është një lule që nuk e tradhton veten kurrë, edhe kur ne e kemi të harruar. Pra, ideja është që duke qenë një lule që... Vetë kujdeset? Po, ajo është një lule që vetë kujdeset duke i dhënë ujë vete, sepse ajo është gelatinoza. Dhe realisht nuk e do ujin, pra unë them është për ata njerëz që harrojnë lulen ta mirëmbajnë me ujitjen. Pra njerëz që nuk i kanë kohën të kujdesen. Po. Dhe ajo mbarshtohet, pra edhe në gur, nëse ra një copës e saj, ajo zërrojnë diku aty në një pak dhe që gjeti, edhe ajo shtohet, ose dhe vetëm me ajër. Pse quhet e tillë, pra. Dhe duke qenë kështu, do të thotë lidhja është bërë që atëherë kur ti jep me veten tënde, nga pasioni jot, nga energjia jote, diçka të dobishme që ja u dhuron të tjerëve, pra ti bën diçka nga pasioni jot si punë,
Vetë-vetiu, parat janë burimi mbrapsht për atë që ti ke dhënë. Pra në një farë mënyre dhe ajo këtë do të thotë që momenti ku ti nuk i ndjek më parat nga mbrapa, por bën diçka që je i sigur që dhe parat aty janë, atëherë aty janë dhe parat. Ndoshta kjo është e gjitha pse ka marrë këtë domethënie. Të emër, këtë domethënie. Po jo se ne fusim në të shtëpi atë caktuar, në dhe fakt. buruan, se... Megjithatë, ka lule që nuk duhet të qëndrojnë afër, ose a është e vërtet që lulet kur qëndrojnë afër rritin marrin nga njëra tjetra dhe shkëmbejnë. Po shkëmbejnë ato, shkëmbejnë me njëra tjetrën, komunikojnë me njëra tjetrën, edhe ngjyrat. Edhe ngjyrat e luleve, për shembull, vëmret e lule borët, kur janë mbjellë në një obor të përbashkët dhe janë pranë e pranë, dhe ke mbjellë një bojqelli dhe një rozë, dhe ato kanë ardhur pastaj me kalimin e kohës dhe kanë bërë në një lejla. Pra kanë bërë në një transformim nuanca që kanë marrë me njëra tjetrën, siç e tham. Po, sepse është një po edhe në kuptimin metaforik, simbolik, për shembull, kësë duhet të lëmë afër. Për shembull, të kemi gjarprin, kemi edhe parat. Duhet të qëndrojnë afër me njëra tjetrën, për shembull, apo s'ka lidhje kjo me... Nuk besoj se kanë lidhje me këtë që ndikojnë njëra tjetrën për të mos qëndruar afër. Kjo kombinimi që ne duhet i bëjmë, ndoshta ka të bëjë me format që mos na bëjmë monotoni syrin. Pra lirë të themi një formë që është më e gjatë, me një qërri më e ullët. Pra, ashtu si që po i shohim nga kamera tani të jenë bukur pranë njëra tjetrës, kjo besoj është e vetmja gjë që mund të... A ekziston ndonjë lule që nuk na sill fat, që zëta kemi në shtëpi brenda? Apo në përgjithësi lulet është një botë e paqë, nuk mund të flasim për terma... Nuk besoj se ka një lidhje të tillë. Unë edhe këtë të simbolikës që kanë ka lulja e bambus, simbolin e fatit. Në çdo rast është fuqi që ja kemi dhënë ne. Pra ne i kemi dhënë këtë domethënie, këtë kuptim, siç e tham te bonsai ka ardhur nga një gjë që kur është krijuar për herë të parë, ka marrë kuptimin e lules së jetës së atij personit dhe ajo pastaj e ka trashëguar. Ashtu është trashëguar me vite të tëra. Lulja që është aty, çfarë quhet? Pastaj ngjyrat. Kjo është peperomia dhe është peperomia shalqi. Dhe arsyeja pse ka marrë këtë kuptim është se ngjason shumë, po. Mund ta rrotullojmë pak sepse nuk e kuptojmë dot. Okej, më mirë ashtu, duket tamam çdo gjë po ta afrohemi. Edhe peperomia ngjason me një shalqi. Është një nga bimët sukulente, e doralluin. E tillë është sukulente, tham, lulja e gjarprit, edhe lulja e paras. Sukulente është lulja që kemi këtu, Sanzaveria. Sanzaveria është e rrallë në veçorinë e saj që ka se jeton në errësirë. Është nga të vetmet, ose të paktat, po themi. Nuk ka nevojë për dritë, kjo e para, kjo këtu. Nuk ka nevojë për dritë. Mund të ri korridoreve të errta. Dhe përsëri qëndron ashtu me jetë, me ngjyrën e kësaj jeshile. Është ky gjelbërimi i fortë që ajo ka. Është një nga lulet që pasuron më së shumti me oksigjen ambientet, mund të mbahet në, siç thash, edhe në korridore që s'kan fare dritare, dhe ajrosi, se kjo është e errësirës, ose edhe në tualeta. Pra, ndryshe nga gama tjetër që ne kemi këtu, që tham do vuanin nga errësira dhe do transformoheshin, do reagonin, ajo nuk e bën, është rezistente ndaj errësirës. Flasim edhe për këtë, çfarë emri ka kjo lule? Ajo është begonjë. Begonjë, po ishte edhe një tjetër begonjë, edhe kjo quhet begonjë, po. Begonja është një familje shumë e gjerë. Ka variante të ndryshme. Ka kushurira brenda begonjës të shumta. Njëra më bukur se tjetra. Edhe veçoria e tyre është që edhe pse nuk lulëzojnë, nuk kanë një lule, megjithëse ka begonja që lulëzojnë, po jo të gjitha, për shembull kjo jo. Ka teksturën, këtë, si të themi, sipërfaqen e gjethes, po ta prekësh, si një të kadifejnë, edhe ngjyra që ajo ka, është shumë e këndshme për të prekur, për të parë, pra të bën të afrohesh, ta shikosh me atë ndjen. A ka rëndësi vazoja, Marsida, ku i mbajmë, për shembull ke vazo porcelani, vazo plastike? Unë do sugjeroja në çdo lloj bime, vazot plastike me shumë bira për të kulluar sa më mirë. Vazot e porcelanit kanë hyrë si një nevojë jona që t'i shohim sa më bukur, sa më të harmonizuara me formën, me ngjyrat, por kjo zgjidhet edhe në këtë formë, siç kemi bërë këtu. Një vazo plastike kemi vendosur, po prap nuk e ka këtë ajrosjen, pra nuk e ka këtë vrimat. Dua të tregoj nëse më lejon. Këtu kemi vazon plastike për mbjellje,
Pra, kjo nuk vuan për atë që thamë, ka shumë bira, mundemi të kontrollojmë sa e rënd, sa e letë është për peshën që ka kur laget, dhe kjo në shërben vazombajtësa. A është një truk për të parë për shumë nëse vazoja peshon shumë, është pleu i plot, i uitur, ka lagështirën? Ka të bëj me kuptimin sa e uitur është dhe sa e pa uitur. Kur ajo është shumë e letë, për shumë kujton se s'ka, është tarë. Dhe kur është shumë e letë dhe të regon nevojën për të uitur, ne atëre u isim, është një tregues. Mirë, faleminderit shumë për informacionet që përsonë për të botë të bukur të luleve. Se ka shumë informacion, të kemë thënë gjërat nevojshme dhe që t'ju kemë shërbyer. Me siguri që anvisat tona, zonja tona që në ndjekin janë vërtet të veçanta, sepse i kam dëgjuar dhe shpesher e shprejnë këtë dashurin që kam për gjërat e bukura, si që janë dhe lulet në shtëpi, në balkon, pastaj është tjetër botë, do të flasim një moment tjetër për lulet shumë gjyrëse dhe të shumëllojshme, se këto ishin lulet që mund t'i mbajmë brenda ambienteve të shtëpis, deri në koridor kur s'kemi dritë dhe ajrosje. Shumë faleminderit dhe shumë suksese në punën tuaj. Dhe në komunikimin e përditshëm që keme lulet. Faleminderit dhe juve për vëmendjen tuaj. Kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim nga Reze Dielli.